Të dashur shqiptar gëzuar, sot do të mësojmë që Akademia e Shkencave të Shqipërisë është një firmë kozmetike e cila shet krem për shqiptarët. Ky lloj kremi të rinon. Të rinon më shumë se 2000 vjet, të dashur shqiptar. Në fakt, të kthen në një mesap i lirë, pra saktësisht të rinon 27 shekuj. Sepse mesapët janë shfaqur aty nga shekulli 6 para erëson në Italinë e Jugut. Gëzuar. Madje dhe bira është e veçantë, quhet bira e Toskanës. Është një birë shumë e rrallë që nuk gjendet në Shqipëri. E kam porositur posaçërisht për këtë film për juve. Pra këtu është dhe reklama e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë të rinon 2600 vjet të dashur shqiptar. Bësh 2600 vjet më i ri. Kthehesh në epokën e mesapëve. Në gjuhën mesape, Jupiteros Manzana do të thotë Jupiteri i mëzit. Kjo do të thotë që Jupiteri është Jupiteri i pavdekshëm. Nga e diun këtë, sepse edhe në mitologjinë akadiane, dielli, që është Zeusi gjithashtu, dielli, ai quhet Viçi i ri ose Viçi i pavdekshëm. Kjo është figura e Apollos, e dielli, gjithashtu në monedat e Durrësit, dielli. Pra i rinuar, i pavdekshëm. Dielli që rilind. A nuk është kjo madhështore? Pra, në qoftë se ne do kishim kremin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, me këtë krem neve sot do rinohemi 2600 vjet të dashur shqiptar. Jam i bindur që unë tani dukem 2600 vjet më i ri sa tani, dhe ua rekomandoj kremin e Akademisë së Shkencave të gjithë meshkujve. Se zakonisht kremat i blejnë gratë, por i përdorin meshkujt. Ky është për burra në fakt. Edhe gratë mund ta përdorin. Të gjithë burrat që merren me etimologji kanë shumë qejf të gjejnë emrat e qyteteve të lashta ilire, mund ta përdorin këtë krem dhe do rinohen, do bëhen më të bukur se fëmijët e tyre. Ju betohem. Tani të shikojmë origjinën e qytetit mesap Manduria në Itali. Është edhe sot e kësaj dite i paprekur, siç është krijuar nga mesapët 2600 vjet më përpara. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është madhështore, është pikërisht artikulli i përgatitur nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe i botuar në Wikipedia, është pro-shqiptar, është shumë patriotik si artikull. Manduria është një qytet dhe komunë në Apulia në Itali në provincën e Tarantos me rreth 32.000 banor. Ajo ndodhet në një zonë 35 km në lindje të Tarantos. Etimologjia e qytetit vjen nga proto-indoeuropiane mond ose mend ose mandua, që do thot mëzi në shqip. Toponimi pra ka origjinë mesapike shqipe, po të doni, dhe lidhet me fushën semantike të kuajve, e cila shihet dhe tek toponimi i lirë Jupiter Manzanas, që do thot pikërisht Jupiteri i pavdekshëm, Jupiteri i ri, si mëzi. Kjo është një lloj si emri i diellit, perëndia e akadianëve Marduk, që vjen nga Amar, Utu, fjalë për fjalë Amar do të thot Viçi i ri, dhe Utu do të thot dielli. Pra është i njëjti emër për Zeusi. Pra Zeusi në vend që të quhet Viçi i ri është quajtur Mëzi i ri ose Mëz i pavdekshëm. Ky është një shpjegim i jashtëzakonshëm i papar deri më sot dhe duhet ta shtoj në Wikipedia, por unë nuk kam mundësi ta bëj këtë shtesë, po të doni mund ta bëni ju. Historia e qytetit është shumë e ndërlikuar. Në lashtësi, Manduria ishte një fortesë e rëndësishme e mesapëve kundër qytetit të Tarasit. Ishte pikërisht mbreti i Spartës që i vjen në ndihmë qytetit të Tarasit kundër Mandurias, dhe ai vritet atje. Emri i tij ishte Archidamus i III. Kjo ka ngjarë në vitet 338 para Krishtit, ndërsa ky udhëheqës spartan po udhëhiqte ushtrinë e tij kundër qytetit të Mandurias, dhe ky qytet ka një emër tjetër në veprën e Plutarkut, Mandonion. Është një emër për këdhelës.
Sipas burimeve të sigurta historike, qyteti Mandurias u pushtua nga Hannibali, që ishte nga Kartagena dhe ai sulmoi Romën me trupat e tij kartagjenase dhe gale të bashkuara bashk, por Manduria u revoltua kundër Hannibalit në vitin 209 para Krishtit. Është shumë rëndësishme sepse ky qytet përmendet nga Plinusi i Vjetër në shekullin e parë të erës sonë. Ai përmend në veprin e tij Historia Natyrale. Plini përshkruan një pus me një nivel uji çuditërisht të qëndrueshëm ose konstant. Pavarësisht se sa ujë hiqej nga pusi, niveli i ujit nuk ndryshonte kurrë aty. Pusi kishte pranë tij një pemë bajameje që rritej pikërisht në mes të pusit. Ky pus mund të shihet edhe sot e kësaj dite i pandryshuar, megjithëse kanë rënë shumë tërmete, megjithëse kanë ndodhur lëvizje të tokës, ky pus ka mbetur i ndërtuar që në periudhën e Plinit dhe nuk ka ndryshuar që nga shekulli i parë i erës sonë. Në fakt, qyteti vetë u shkatrua nga saraqenët në shekullin e 10, por pusi mbeti. Banorët e rindërtuan mbi vendin e dërmuar dhe të rënuar qytetin e sotëm dhe e quajtën Kazalnuove, shtëpia e re. Në vitin 1700 ato e hoqën emrin nga latinishtja dhe vendosën emrin me sap, Manduria, për nder të ilirëve. Qyteti modern ndodhet pranë vendit ku qëndronte dikur Manduria e lashtë, Manduria me sape, dhe sot e kësaj dite mund të shikohen muret mbrojtëse, të cilat janë ngritur pa llaç. Janë ngritur si muret e Bylisit. Këto janë mure ciklopike, me një shtresë të dyfisht, me gur gjigant. Atje janë gjetur dhe vare të lashta me zbukurime ari, një lloj siç janë gjendur pranë vareve të Selsës në Iliri, në Shqipëri. Janë gjetur pra dhe maskat e arit që ka gjetur një gazetar i shquar shqiptar me ekipin e tij televiziv. Simboli i qytetit është një pus me një pemë bajame sot dhe prap quhet pusi i Plinit të Vjetër dhe sot e kësaj dite dhe italianët janë të bindur që mesapët ishin ilirë paraardhës të shqiptarëve. Tani, këtë filmun e kam shpjeguar më përpara, mund ta gjeni në kanalin ton, dhe aty unë shpjegoj që kjo është një fjalë ilire, sepse kështu është shpjeguar në fjalorin e gjuhëve indo-europiane që unë e botova në vitin 2004 dhe e nxora falas në internet. Dhe kam thënë që kjo fjalë është futur në gjuhën greke nga ilirishtja. Në gjuhën ilire ka qenë mandra, ose pikërisht ka qenë stalla e kuajve, të mëzave, dhe kjo fjalë çuditërisht gjendet edhe në gjuhën thrake, po më e bukura gjendet në gjuhën sanskrite në vitet 1700 para erës sonë, e pabesueshme. Mandura quhet stalla e kuajve në gjuhën sanskrite dhe gjithashtu mandiram do thot dhomë, shtëpi. Në gjuhën latine ky emër është në gjinin asnjanse, mandurium. Në gjuhën e Kalabris, në gjuhën mesape është Manduria, është emri i gjinisë femërore. Pra është pikërisht stalla për kuajt. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra të gjithë janë të bindur që është emër me origjinë ilire. Tani çfarë ndodh? Të dashur shqiptar, tani ndodh diçka e jashtëzakonshme. Është gjetur emri origjinal, ilir, Mandurion. Është do thot Mandurion. Na kujtonin se mesapët i thonin Manduria. E pra është shkruar emri në gjuhën mesape Manduria, që është femërore, por është edhe asnjansi, Mandurion. Ç'është kjo Mandurion? Në latinisht ishte Mandurium, e po latinishtja e ka marrë nga gjuha mesape. Mandurion. Ky është emri origjinal. Neutrali në gjuhën mesape. E pra, ky është emri i ngjashëm me Aulkinion. Delminion. Aulkinion është qyteti i Ulqinit, i ardjejve. Delminium është kryeqyteti i dalmatëve në Kroaci, atje banonin ilirët më të famshëm. Ky është emri i gjinisë asnjanse, por edhe emër përkëdhelës në ilirisht, por dhe në helenisht, vetëm në këto dy gjuhë. E pabesueshme apo jo, çfarë ka ndodhur? Tani ndodh diçka akoma dhe më të tmerrshme.
Unë lexoj Plinin origjinal dhe ai thotë që fiset ilire flisin dialektin graja. Ç'do të thotë graja? Do të thotë grua me flok të thinjur në gjuhën ilire, por dhe greke. Vjen nga fjala gri në helenisht. Pra ilirët flisin helenisht. Graja është perëndia Demetër gjatë dimrit, e cila thinjet kur ajo humbet vajzën e saj Persefon gjatë dimrit. Pra zhduket bimësia, zhduket Persefona, zhduket shpresa e jetës dhe pastaj në pranverë Persefona sillet prap dhe Demetra rinohet, toka rinohet përsëri. Dhe ky rinim i Demetrës, ky është rinim i natyrës dhe nuk është rinim me sap i lirë që na ofron Akademia e Shkencave të Shqipërisë me kremrat e saj, sepse akademia jonë është një biznes firmash kozmetike që i gënjen shqiptarët, ju shet atyre krem për të rinuar. Nuk rinohemi dot, nuk bëhemi dot me sap, sepse me sapët flisnin dialekte helene. E kuptoni apo jo? Në qoftë se unë do shisja kremra, firma ime do të falimentonte brenda një jave, sepse do të thoja klientëve që ky krem që keni vënë në fytyrë nuk të bën të ri, i dashur klient. Thjesht duam që të ndihesh mirë, ta kesh një fytyrë të lëmuar, që kur të afrohet ndonjë policë thot, "Ha më buçka, të ka zënë treni?" Tani ne nuk do ta lejojmë që të tallen me ne arkeologët spanjoll, sepse po tallen me ne në Butrint. Po na shpjegojnë neve në filma të ndryshëm, me një shqipe të prishur, se mbishkrimet e Butrintit janë bërë nga grek, ndërsa shqiptarët kullosnin delet. Ju betohem, këtë thonë arkeologët spanjoll, do më thënë flasin atë gjuhë që them dhe unë. Këtë ju them dhe unë shqiptarëve që ju keni kullotur delet, madje unë them që keni mbajtur dhe kovat me mjalt nga një herë. I keni mbajtur, sepse atëherë s'kishte tubacione. Keni djegur dhe plehra, pra, spanjollët janë shumë të butë me neve. Nuk po na e thonë gjithë të vërtetën, po thonë që vetëm ju keni kullotur delet dhe nuk e keni ditur kur se çfarë thonë mbishkrimet e Butrintit. Kjo është e vërtetë. Jemi në shekullin e 21, në këtë moment unë po bëj filmin viti 2025 dhe akoma kullosim delet, ua kemi lënë Butrintin spanjollëve, kur ne kemi fjalor helenisht, latinisht, dhe mund t'i përkthej unë të gjithë këto mbishkrime dhe po i përkthej mbishkrimet e Butrintit, të Bylisit, po të doni ju asjell. Po ta botoj këtë libër nuk do e blente njëri, sepse nuk janë të shmendur shqiptarët që t'i lënë delet, të shesin delen dhe të blejnë një libër që ju thot atyre që ju keni kullotur dele gjithë jetën dhe këtë libër që po lexoni nuk e kuptoni. A pra shqiptari këtë së bën një gjë të tillë. Dërsa një film e shikon që po bëj unë, e nglendiset shqiptari, pi ndonjë birrë shqiptari, kënaqet shqiptari, shikon veten në pasqyrë shqiptari, si ato kafshët që shikojnë pasqyrën për herë të parë. Oh. Edhe habiten, kush është ky personi tjetër mbas pasqyrës? Thot kafsha. Pra, këto filmat e mi janë një pasqyrë i dashur shqiptari. Tani nga e di unë që me sapët kanë folur gjuhë helene. E pra këtë thot Plini Vjetër. Flasin dialektin graja, pre nga vjen emri Graikos, si graja, si Demetra, që do të thot grek. Kjo është origjina e fjalës grek në shqip të dashur shqiptar. Ndërkohë që në Greqi, perëndia Demetër quhej Akaja ose Ankthi Demetrës. Ky është emri i Greqisë. Pra graja e mesapëve dhe Akaja e Helladës janë e njëjta perëndi, perëndia e tokës Demetër, që lidhet me fjalën shqipe të dheut, kuptohet. Dheunën, më dhe është Demetër. Në rregull. Pra jemi vëllezër me grekët, u kuptua. Edhe fjala mëz, pra është bërë origjina e fjalës mandra, që i thon pikërisht
stallës së kuajve të mëzave. Tani, për fat keq, emri i Jupiterit Manzana është shqipruar në Shqip, sepse në origjinal është Jupiterius Manzanas. Dhe Manzanas është rasa gjinore e greqishtes të dashur shqiptar. Pra, me sapët flisin greqisht. Të pastër fare, të kulluar, të dashur shqiptar. Ky është kremi që po ju sjell unë tani. Lyeni pak fytyrën me krem të bëhet më e butë dhe më e këndshme. Tani, gjëja më e lezetshme është kjo. Është gjetur qyteti Mandra, e kam bërë edhe këtë film tjetër, do ta shikoni. Quhet qyteti prygasve, sepse edhe prygasit flisin një gjuhë shumë të ngjashme me helenishten. Dhe grekët kujtonin se prygasit ishin barbar, ndërkohë që fjala Mandra në gjuhën e prygasve ka kuptimin gomar. A ç'ndryshim ka nga mëzi? Pra ishin gjuhë motra, gjuhë me sape, gjuha prygase, do më thënë e pire shqytur prygja ose bregu në fakt. Dhe shqiptarit i thonë vetes epiriot, në vend që ti thonë vetes bregas. Kështu është shqiptari epirioti. Pra, gjuha prygase është gjithashtu motër e helenishtes dhe këto ishin një familje gjuhësh të lashta, motra me njëra tjetër, me sapishtja, prygishtja dhe dialektet e tjera helene. Dhe kjo është mësuar nga unë. Pse? Sepse emrat në gjuhën e prygjas lakohen një lloj si në gjuhën mesape, dhe në gjuhën helene kanë të njëjtin lakim, të gjitha. Në të gjitha rasat. Ndërkohë që shqipja ka marrë rasën gjinore nga serbishtja. Vukova në serbisht, ujqeve në shqip. Është prishur gjuha shqipe. Nuk rinohemi dot, lyeni fytyrën me krem sa të doni të dashur shqiptar, nuk bëheni kurrë dot me sapë. Ju a them kështu me siguri të plot. Tani, këto filmat e mi janë përgjithësi si një operacion pa narkoz. Do më thënë, shikon se si ti fut duart mu në bark. Doktori ta nxjerr mëlçin dhe ta pret copa të dashur shqiptar. Kthehesh në Prometej që shikon se si shqiponja të ha mëlçin. Është një operacion pa narkoz. Është me dhimbje të forta, po duhet ta shikosh se si u sëmure të dashur shqiptar, si e fryrë, si po vdes të dashur shqiptar. Kjo është momenti para vdekjes dhe njeriu para vdekjes kthjellohet. Një lloj si Don Kishoti, që e kupton nuk është më kalorës i mesjetës, por është një gjysëm i çmendur që lëviz me hesht në dorë. Dhe i duket vetja kalorës. Edhe juve ju duket vetja si kalorës i lirë me sapë të dashur shqiptar, jeni të çmendur dhe tani po ju kthjelloj unë. Mirë, po unë duhet t'i them vdekjes jo. Unë duhet bashkoj mendjen e kthjellët para vdekjes me shpresën e jetës, një lloj si Jupiterus Manzanas, mëzi Jupiteri pa vdekshëm. Dhe ju sjell shpresën e pranverës në dimrin e marrëzisë të dashur shqiptar. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju betohem që do them të vërtetën, kremi nuk të rinon i dashur shqiptar.